A I pa tabelat sot pas dite në pikat e shitjes së naftës, benzinës, gazit. Nafta kërceu në 217 lek nga 204, 205 që ishte dje. Për një ditë. 217 lek. Edhe tjera, benzina edhe gazi shkuan më lartë. A mbani mend çfarë ju thash dje, pak dje, një javë më parë, një vit, me radhë, 4 vjet më parë ku bën të njëjtën gjë? Modeli I tregut është problemi. Mund të vinë vërdallë sa të duam, të flasim për bursë, për transparencë etj. Është modeli I tregut. Çmimi në bursë kërceu sot. Gjatë ditës, çmimi pati luhatje të mëdha. A mund t'i pyes tregtarët tanë që na kanë imponuar këtë model të tregu se cilit çmim të sotëm nga disa të bursës I përket çmimi që vendosën pas dite në tabelë? Cili? Ato të hapjes, ato kur arriti maksimumin, ato kur ra, ato kur urrit, po prap. E kur ra përpara cilin nga këto çmime reflekton çmimi I sotëm në tabelë. Bursa është dinamike, ndryshon me orë, në varësi patjetër të luftës, të bombave që hidhen, të bombave atje ku hidhen dhe natyrisht të deklaratave mbi luftën. Shtrirjen e saj, apo edhe se si vijon. Tani, a mund të më thoni se cili çmim reflektuat sot në tabelë? Më të lartën, do e mos, se duhet fitoni pa thumë para. Dhe ky është problemi që ne kemi, është tregu. Ndaj, sa më parë duhet bordi. Sa më parë bordi. Dhe një bord kësaj radhe pa tregtarët brenda tij. Për një arsye, tregtarët e kanë humbur të drejtën morale të ulen në tavolinë për të diskutuar çmimin e këtyre produkteve. Dhe natyrisht, bordi në qoftë se do të bëjë transparencë mbi këtë model tregu nuk ka bërë asgjë. Ky model tregu I poshtër dhe në kurriz të konsumatorëve shqiptar duhet të shëmbet. Në qoftë se ka një gjë që duhet bëj vendi marsit në këtë vend është të shëmbin këtë model tregu që është jo vetëm banal, por grabitës nga fillimi deri në fund.